Rreshtit e Borës gjatë mbrëmjes së kaluar mbuluan disa prej zonave në lartësitë e veriut dhe juglindjes së vendit. Në fusharës, tërësia e Borës në qafën e sharit kaloi 50 cm, duke shkaktuar bllokimin e segmentit rrugor Kryezi i Ball, si dhe fshatrave që lidhen me qendrën e njësisë administrative. Për hapjen e rrugës kryesore, Bashkia e Fusharzit angazhoi një mjetbor pastrues. Akset nacionale të Pukës dhe Fusharzit u pastruan gjatë natës nga kontraktorët. Rreshtit intensive të Borës gjatë natës kanë bllokuar dhe segmentin rrugor Kryq-Qafshtam, duke shkaktuar izolimin e disa fshatrave në këtë zonë. Qarkullimi po vijon normalisht edhe në rrugën e Kombit. Autostrada është e hapur në të gjithë gjatësinë, duke mundësuar qarkullimin pa rrezik përgjatë saj, teksa probleme me qarkullimin ka në fshatrat e thellë të Kukësit. Në Dibër, trashësia e Borës arriti në 40 cm. Rruga e Arbrit raportohet e kalueshme, teksa autoritetet apelojnë për kujdes të shtuar nga qafa e Buallit deri në tunelin e Murrizit. Në akset Peshkopi-Kukës dhe ura e Qerenecit Steblevli-Brazht është i domosdoshëm përdorimi i zinxhirëve, teksa janë hapur rrugët drejt njësive administrative Lur, Kalaj Dodës e Muhur. 8 mjete borpastruese po punojnë për zhbllokimin e disa fshatrave të izoluar në bashkinë Dibër. Si pasojë e rreshjeve të Borës u shënuan ndërprerje të energjisë elektrike në njësitë administrative Lur, Selisht, Kalaj Dodës dhe disa fshatra në Slov. Rreshjet e Borës mbuluan gjatë natës dhe rajonin e Korçës, por fatmirësisht pa shkaktuar probleme në qarkullimin rrugor, fal dhe ndërhyrjes së shpejtë për pastrimin dhe kriposjen e rrugëve.